Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Është i lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti dhe ai është i pushtetshëm për çdo gjë. Ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'ju provuar se kush prej jush vepron më mirë, ai është i plotfuqishëm dhe falës. Ai i cili i ka krijuar 700 njërin mbi tjetrin, ti nuk vëre në krijesat e mëshiruesit kur fort disharmonie dhe shiko edhe një herë a mos po shin ndonjë plas arritje. Pastaj shiko përsëri shumë herë, shikimi do të kthehet i lodhur dhe i morisuar. Na, juve ua kemi zbukuruar qiellin me të afër me yje të shkëlqyeshme dhe kemi bërë që zjarri i tyre të gjuajë djajt, për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjarr. Kurse, për ata që nuk besojnë në Zotin e tyre, dënimi është sktera, e sa i shëmtuar është ai vendbanim. Kur të hudhen në të, do të dëgjohet çerëtima e tyre, e zjarri do të ndizet furishëm, gati për të eksploduar nga ashpërsia. Kurdo që të hedhet në të ndonjë grup jo besimtarësh, lojtarët e skterës i pyesin ata, a nuk u erdhi askush tua të tërheq vërejtjen juve? Po, përgjigjen ata, gjithsesi na ka ardhur neve përkujtuesi, por ne kemi mohuar ata dhe kemi thënë, Perëndia nuk ka shpallur asgjë, ju jeni në humbje të madhe. Ata jo besimtarët thonë, sikur të kishin dëgjuar ose menduar, nuk do të gjendeshin midis banorëve të skëterës. Dhe ata pranuan mëkatin e tyre. Larg qofshin prej mëshirës së Zotit banorët e skterës. Me të vërtetë, ata që i frikohen Zotit të tyre edhe atëherë ku nuk i sheh askush, për ta ka falje dhe shpërblim të madh. Fletni ju fshetas ose aptas, por ai, me të vërtetë, diçka në zemrat tuaja. E si mos t'i di ai, i cili ka krijuar çdo gjë dhe është i informuar hollësisht. Ai ju ka bërë tokën të nështruar, të shërbyshme, andaj ecni nëpër viset e saj dhe ushqihuni me atë që ju ka dhënë ai. Ju pasi të ringjalleni, do të ktheheni tek ai. A jeni ju të sigurt se ai që është shëndues në qiell, nuk do t'ju fusë në tokë, kur ajo fillon të dridhet pa pritmas? Ose, a jeni të sigurt se ai që është shëndues në qiell, nuk do t'ju çojë furtunë kurrësh? Atëherë do të dini se çfarë është vërejtja ime. Me të vërtetë, i kanë konsideruar gënjeshtar ata që kanë qenë përpara këtyre. E sa i ashpër ka qenë dënimi pezmi im. A thua nuk po i shohin ata shpendet mbi kokat e tyre, se si fluturojnë, duke i hapur dhe mbledhur krahët. Askush nuk i mban ata, përveç Zotit mëshirues, ai, me të vërtetë, sheh çdo gjë. Ose, kush është ai që do të jetë ushtria e juaj, që të ndihmojë juve, përveç mëshiruesit? Jo besimtarët janë vetëm në mashtrim, s'ka ushtar për ju. Kush janë ata që ju furnizojnë, në qoftë se ai Perëndia ndalon furnizimin? Por, ata janë zhytur në të keqia dhe në arratin nga e vërteta. Është më mirë ai që shkon rreth shamase kokurur, apo ai që në rrugën e drejtë ecën vertikalisht e ballë lart. Thuaj, ai është që ju ka krijuar dhe u ka dhënë të dëgjuarit, të pamurit dhe zemrat mendjen, kurse ju pak falenderoni. Thuaj, ai ju ka krijuar të shpërndar nëpër tokë dhe para tij do të tuboheni për llogari. E ata thonë, kur është ky premtim saktojeni, nëse thoni të vërtetën. Thuaj, vetëm Zoti e di kohën, kurse unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Kur përsa afërmi e pan dënimin, u zëmtuan fytyrat e atyre që nuk kanë besuar dhe do t'u thuhet që kjo është ajo që e keni kërkuar shpëtimin e dënimit. Thuaj, çmenoni ju, në qoftë se Perëndia më shkatërron mua dhe ata që janë me mua, ose na mëshiron, kush është ai që do t'i mbrojë besimtarët nga dënimi pa durueshëm? Thuaj, ai është mëshiruesi që na shpëton neve, ne atë besojmë dhe ne atë mbështetemi, e ju sigurisht do ta dini se kush është i humbur plotësisht. Thuaj, çka mendoni? Nëse ujërat tuaja ju shteren, kush do t'u sjellë juve ujë në rrjedhës?